Kryeministri i vendit Edi Rama ka zhvilluar një takim me biznesmen që janë të prekur nga koncesioni i skanimit të kamioneve, një marrëveshje e cila është nënshkruar që në vitin 2010 dhe ka një afat deri në vitin 2030. Gjatë këtij takimi, Rama shpjegoi arsyet se pse ai nuk e ka anuluar këtë koncesion dhe pse ka kritikuar publikisht si një marrëveshje të gabuar dhe korruptive. Për cilën jemi këtu kryesisht është tema e skanerit, edhe unë dua ta ripërsëris diçka që e kam thënë shumë kohë më parë dhe që i qëndroi po të njëjtës gjë, që ky është një koncesion më i gabuar i mundshëm që mund të imagjinohet, një koncesion komplet atipik, të cilin ne kemi trashëguar, nuk e kemi pasur të mundur ta godasim për shkak të faktit që ashtu siç është kopsitur do të na krijonte një kosto shumë të lartë në arbitrazh. Jemi munduar ta vëmë në shfrytëzim dhe të lehtësojmë koston mbi ju dhe kemi bërë një negociat. Atëherë që kemi ulur nga 35 euro në mos gabohem në 22, po. Nga 45 euro kemi ulur në 22, por gjithsesi mbetet një koncesion i gabuar totalisht, sepse skanimi i kamionëve nuk është nevoja juaj, është nevoja e shtetit. Pra shteti bën skanimin e kamionëve për punën e vet, jo për punën tuaj. Për çështje të sigurisë, për çështje të luftës kundër kontrabandës etj. Rama njoftoi gjithashtu se do të bëhen ulje të kontrollit të kamionëve që do të bazohen më shumë në vlerësimin e riskut të lartë të kontrabandës. Në përfundim ai e vlerësoi si një sukses të vetëm të këtij koncesioni uljen e kontrabandës, ndërsa theksoi se projekti më i madh aktual për qeverinë është porti i ri tregtar i Durrësit.